Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka lëshuar një njoftim të rrallë sigurie, duke këshilluar qytetarët amerikanë të shmangin disa lokale në kryeqytet për shkak të rrezikut të mundshëm të dhunës hakmarrëse dhe shqetësimeve për sigurinë. Në paralajmërimin e shpërndar përmes kanaleve zyrtare, Ambasada amerikane ju bën thirrje shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar e të shmangin ambientet e përmendura, si dhe të monitorojnë njoftimet për përditësime të mëtejshme mbi situatën. Ambasada amerikane zakonisht publikon njoftime sigurie në raste kur vlerësohet se ekziston një rrezik i shtuar për shtetasit e saj, duke përfshirë situata të mundshme kriminale apo tensione specifike në zonat caktuara. Mbetet për të parë nëse autoritetet do të japin sqarim mbi situatën, si dhe masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në kryeqytet. Në mesazhin e shpërndar për qytetarët shtetas amerikan, ambasada bën me dije se si një mas paraprake sigurie për shkak të mundësisë së dhunës hakmarrëse dhe ose raportimeve për praktika të padrejta biznesi dhe shqetësime për sigurinë, rendit një sër restorantesh në kryeqytet, të cilat janë të ndaluara për personelin e ambasadës amerikane. Veprimet që duhen ndërmarrë sipas njoftimit zyrtar të ambasadës amerikane shpërndar për shtetasit amerikan janë se qytetarëve amerikanë u këshillohet të shmangin këto restorante, të monitorojnë mediat lokale, gjithmonë të kenë një plan emergjence ose strategji dalje, si dhe të mbajnë një profil të ulët në publik.